Sot Lina dhe Zejdi hynë në shkollë me buzëqeshje. Ata shohin disa shok pranë hyrjes së shkollës. Lina, cila është fjala më e bukur kur shohim dikë? Lina i tregon se ajo fjalë e bukur është selami. Lina buzëqesh dhe thot: "Esselamu aleikum." Të gjithë ja kthejnë selamin me buzëqeshje. A e themi selamin edhe me fëmijët e vegjël? Po, selami është i bukur për të vegjël e të mdhenj. Një selam e bën zemrën të ndihet e mirëpritur. Selami e zbukuron sjelljen dhe na mëson edukat. Me selam, përshëndetja jon nis bukur dhe me paqe. Edhe ti sot, përshëndete dikën të bukur me selam. Subscribe për mesazhet e ardhshme dhe le ta përhapim së bashku një të mirë.